Përshëndetje, miqtë mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim një pyetje. Çfarë i pëlqen tek ty personit tuaj të zemrës? Pra, çfarë i pëlqen, çfarë e tërheq tek ty personin tuaj të zemrës? Ju jeni një femër shumë e dashur, keni brenda vetes tuaj shumë dashuri, por jeni pak e tërhequr, pak e mbyllur në vetvete. Personi i zemrës tuaj pëlqen tek ty besnikërinë. Është larg, e vuan këtë distancë që ka me ju, dhe pëlqen tek ju se ju jeni një femër shumë besnike. Ky person, edhe pse është larg, mendjen e ka tek ty. Të pëlqen, të do shumë, të do fort, të shikon si një perandore, një femër bujare. Ky ka shumë fuqi dhe komand tek pjesa e anës tënde, energjisë tënde. Është një person që nuk shprehet, pak i mbyllur, pak i ftohtë, por tek ty pëlqen pjesën e ngrohtësisë, pjesën e paqes. Je një femër shumë paqësore, je një femër shumë e dashur, që i fal dashuri si personi. Dashuri edhe pse jeni larg, në distancë. Do të merrni një lajm të papritur. Je një person shumë human. Lajmi i papritur transformon, do të transformojë jeta juaj në çdo aspekt të jetës. Ju jeni një femër shumë humane, që ky person i shikon shumë si një femër humane, edhe nga ana shpirtërore, edhe nga ana e ndihmës që ju jep njerëzve në nevojë. Je një femër shumë e drejtë, që nuk di të bësh kompromis dhe nuk di të jesh e luhatur, pra të mos marrësh vendim, merr një vendim të saktë, je prerë. Ti kur do një person, e do me shpirt, me zemër, dhe kur e uren, nuk ka kthim mbrapa, pra nuk kthehesh. Ka shumë mendime pozitive, është person shumë i drejtë në drejtimin tënd, dhe shumë shpejt do të vi drejt teje për të sjellë këtë kuftar gjend me lajme pozitive, me lajme, me mesazhe, me lumturie në qiell të pastër. Pra, ky person tek ty pëlqen besnikërinë, dashurinë që ti e jep pas një lloj kompromisi, pëlqen paqen që merr tek ty dhe atë harmoninë dhe sigurinë që ti jep. Pra, ti je një femër e rrallë për këtë person. Tek ty ai pëlqen gjithçka që ti ke. Me kë rezonon? Me gërmën L, Ç, G, T, V, F, E, N, Y, I, B, R, Sh, S, T, Z dhe Z. Me këtë shenjë të horoskopit mund të rezonoj, është energji e përditshme, me ujorin, me virgjëreshën, peshoren, akrepi, binjakët, gaforen, qigjetarin dhe britjapin. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni një like, subscribe dhe një zemër të vogël për video.